Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Uroj dhe shpresoj që të jeni mirë. Këtu jemi tek sera në kopshtin tim dhe jemi duke kontrolluar fidanët e domateve. Në fakt, këto janë rritur dhe duan mbjell jashtë, mirë po koha nuk ka qenë e mirë dhe e qëndrueshme këtë vit dhe për këtë arsye i kam mbajtur brenda. Përveç domateve kemi mbjell edhe fidanë të tjerë, siç janë patlıgjane, kunguj, kastraveca, lakër kale, bishtaja e të tjera, të gjitha këto perime që mund të kultivohen këtu në Angli. Çdo perime që unë kultivoj në kopshtin tim, preferoj që t'i mbjell vetë me farë. Në këtë mënyrë e di se çfarë varieteti kam mbjell. Fidanët mund t'i blini edhe të gatshëm nga fidanishte të ndryshme, por të them të drejtën, shumicën e rasteve mua më kanë shkënjyer. Ndryshe i kam bler edhe ndryshe më kanë dalë. Këtë javë është koha e mirë dhe kam vendosur që domatet t'i mbjell jashtë. Nëse domatet i keni mbajtur në serë, mirë është që para se t'i vendosim në tokë, të bëhet kalitja e tyre të paktën për një javë. Po çdo më thënë kalitja e domates. Fidanët e rinj që i kemi mbajtur në serë do t'i nxjerrim jashtë të paktën për 5-6 orë çdo ditë, para se t'i mbjellim në tokë. Në këtë mënyrë, ato mësohen me temperaturën e ambientit. Tokën e kemi punuar dhe pleruar me ple organik, gjithashtu i kemi hedhur edhe pak hi. Largësia që unë mbaj midis domateve është të paktën 40 ose 45 cm. Thellësia që unë preferoj t'i mbjell fidanët është deri tek 2 gjethet e para. Domatja ka veti që të lëshoj rënj edhe tek pjesa e kërcellit. Dhe sa më shumë rënjë të ketë bima, aq më e fuqishme dhe aq më shumë prodhim do na japi. Pas mbjelljes, duhet kemi parasysh që bimën ta vadisim mjaftueshëm me qëllim që të hapi rënjët dhe të fuqizohet. Po çfarë kemi përgatitur sot për t'i vaditur? Hithrat i kemi lënë në ujë për 3 ditë dhe vaditja me lëngun e hithrave është një fertilizer i përsosur, jo vetëm për domatet, po për çdo perime edhe lule që keni mbjell në kopshtin tuaj. Të gjithë e dim që hithrat përmbajnë minerale të vlefshme si hekur, kalium dhe magnez. Nëse hithrat i lëm në ujë për 3-4 ditë, të gjitha këto vlera kalojnë tek uji dhe e përdorim për të vaditur bimën. Ky lëng përmirëson tokën me mikroorganizma të dobishëm si dhe fuqizon bimën. Bima bëhet më rezistente ndaj sëmundjeve dhe insekteve të ndryshme. Disa perime është mirë që t'i mbjellim në serë. Nëse nuk keni serë dhe perimet do t'i mbjellni në ambient të hapur. Sigurohuni që ky vend të jetë i mbrojtur nga era dhe të kapet nga dielli pjesën më të madhe të kohës. Në këtë mënyrë do keni perime të shëndetshme dhe prodhim të mbar. Këtu jemi duke bërë krasitjen e gjelbërt të domates. Do t'ju hiqen lastarët e vegjël që nxjerrin gjithmonë në sqetullat e gjethes, si dhe gjethet e fundit. Kur t'janë rritur 30 ose 40 cm, ju vendosim kunjat dhe do bëjmë lidhjen e tyre. Për lidhjen e domateve kemi përdorur disa rripa të hollë pëlhure. Klëfe të vjetër jastëku që nuk na duhen më, i ndajmë në rripa të hollë dhe i përdorim për të lidhur domatet ose perimet e tjera. Dhe lidhja duhet bërë gjithmonë në formë tete. Duhet sigurohemi që të lëm pak hapësirë midis domates dhe kunjës që kemi vendosur, me qëllim që kur kërceli i domates të rritet dhe të fuqizohet, të ketë hapësirë mjaftueshëm. Vaditjen unë preferoj që ta bëj herët në mëngjes ose vonë në darkë. Për t'i ushqyer perimet, përdor vetëm ple organik, që ne e bëjmë vetë. Kemi një vend të posaçëm në kopësht ku vendosim të gjitha mbetjet e frutave dhe perimeve që përdorim në kuzhinë. Kastravecat ose trangujt i mbjell gjithmonë tek sera. Kam provuar që t'i mbjell edhe jashtë, por të them të drejtën nuk më ka dhënë prodhim. Faleminderit që jeni ndjekës të rregullt të kanalit tim dhe nëse doni më tepër informacion për kultivimin e perimeve apo keni pyetje të ndryshme, ju lutem më shkruani te komentet. Ju përshëndes dhe uroj prodhime të mbara nëse do kultivoni perime në kopshtin tuaj.